Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi me lajmet të radhës. Tani do të flasim për një çift që në fakt bëri revolucionin me dashurinë e tyre. Në traditën tonë shqiptare, në kulturën tonë shqiptare, kemi pas shumë pak meshkuj të cilët mund të luftojnë për dashurinë. Do me thënë, nuk jemi mësuar që të njohim, të shohim meshkuj që luftojnë për dashurinë dhe që i shkojnë dashurisë nga mbrapa, ose dashurinë e shprehin publikisht, do me thënë e komentojnë publikisht. Dhe pikërisht është dashuria e Sara Gjordenit edhe Bardhi Drizit, sot Sara Idrizi, që vazhdon të jetë shumë e lumtur, vazhdon të jetë shumë e këndshme, vazhdon të jetë shumë e ëmbël çdo ditë në jetën e tyre. Me patjetër që Nea ka bërë një ndërthurje shumë të ëmbël të dashurisë, por Bardhi edhe Sara nuk ndalojnë së dashuruari njëri tjetrin. Bardhi dhe Sara ditën e djeshme kanë festuar për vjetorin e mbi emrit të tyre, për vjetorin e kësaj dashurie, për vjetorin e atij kurorëzimi që ka lidhur rrugtimin e jetës së tyre. Këngëtari Bardhi Drizi ka befasuar partnerin e tij Sara Gjordeni Idrizi tashmë, apo Sara Nikolli Idrizi, me një buqet trëndafilash të bardhë, mbi të cilën ishte shkruar fjala Queen, do me thënë fjala mbretresh. Sara ka ndarë në Insta Story pamjet e dhuratës romantike duke shprehur emocionet përmes një dedikimi të shkurtër ku i ka thënë Bardhit të thjesht të dua. Do me thënë, Sara gjithmonë ka folur fjalët më të bukura për dashurinë e jetës së saj, që në këtë rast dashuria e jetës është Bardhi. Ajo ka shprehur emocionet, ka shprehur pasionet, ka shprehur ndjesin, ka folur hapurazi dhe ka luftuar për dashurinë e saj. Unë jam pro meshkujve dhe vajzave që luftojnë, të kërkojnë, luftojnë të ndjekin, luftojnë të realizojnë ëndrrën e tyre. Çka ka të keqe nëse ti dashuron, çka ka të keqe nëse ti lufton për të realizuar ëndrrën, për të qenë me partnerin që e do bashk. Dhe ne pastaj themi që dashuritë e vërteta nuk përfundojnë në altar të kuq. Jo, dashuritë e vërteta përfundojnë në altar të kuq, por sa jemi ne të gatshëm t'i vrapojmë asaj dashurie që ajo dashuri të përfundon në altar të kuq. Unë dua t'i uroj Sarës edhe Bardhit vetëm të mira, dua t'i uroj vetëm dashuri, dua t'i uroj vetëm pozitivitet, energji të mirë dhe t'i japim lumturi, t'i japim duartrokitje dhe t'a shohim sa më të lumtur Sarën edhe Bardhin në rrugtimin e jetës së tyre. Sara, qofshe lumtur dhe ti Bardhi qofshi lumtur, ne të duam shumë, të kemi djalin ton dhe do të mbështesim gjithmonë në të gjitha rrugtimet e tua. Një çift si Sara dhe Bardhi meritojnë një zemër të madhe.